përsi dhe mbështetëse të ekonomisë dhe atyre të infrastrukturës kundrejt këtyre industrive, do sjellë që edhe në nivel bazë, pagat të jenë më të larta se sa në industri tjera. Dhe duke pasur paga dhe të ardhura më të larta, është shumë e thjeshtë për ta përballuar të kostën. Shikoj Armand, nuk është problemi sa rritet çmimi i domates në vetvete, ta themi troç. Problemi është nëse mua rroga më rritet më shumë se sa çmimi i domates apo më pak, apo nuk rritet fare. Nëse rritet me 5% çmimi i ushqimeve, po mua rroga çdo vit më rritet me 10%, nuk e kam problem ta përballoj rritjen e çmimeve, sepse unë kam rritjen e të ardhurave shumë herë më të lartë se sa rritjen e çmimeve. Në Shqipëri, në fakt, ndodhe kundërta. Rritet me 10% çmimi i ushqimeve dhe rritet me 2-3%, mesatarisht në 10 vitet e fundit 4% pagat. Ky është problemi. Në raste më mirë, ajse ndoshta edhe s'ka rritje fare. Nga studimet mesatare. Flas për shokun tim, nuk është se kam personal. E qartë, gjithë flasin për një shok, është e vërtet. Është e vërtet. Domethënë, por që është e vërtet që pagat në Shqipëri kanë ngel në vend numër dhe ky është problemi real. E di që nuk dëshironi shumë të përfshirni politikë dhe të merrni politikë, nuk dua ta bëj të tillë, por për të kuptuar se më pëlqen shumë kjo bisedë që po zhvillojmë, se i kemi disi për të dhënë disa përgjigje atyre pyetjeve që shpesh i bëjnë të gjithë, po s'kan ku ta bëjnë me zë të lartë. Tani, në këtë formë që jemi në ekonomi, pra atë çka po ndodh aktualisht në Shqipëri, ju thoni që her pas here shteti dhe ka dështuar, apo në disa sektora, apo në tërësi, nuk do ta them fikse këtë, por pra fakti që nuk kemi një ekonomi ndoshta lullzuar, kjo vjen edhe për faktin se jemi në vend në zhvillim. Por krau tjetër ndoshta menaxhimi nuk është bërë 100% i mirë. Pyetja ime është kjo: a mungojnë vërtet ekspertët, profesionistët, ekonomistë për ta ndryshuar situatën, apo ata janë, por gjithçka është e pamundur që të shkojnë në favor të qytetarëve, duke qenë se po e them këtë termin tash në zhvillim e sipër ky vend ynë që ka kaq vite në tranzicion, edhe ndryshe vëlla do bën ndonjëherë ky vend apo ata që ikën për mirë që kanë ikur? Shiko, është një kombinim i të dyjave. E para, për të bërë një korrigjim vogël para shtrimi jot, që jo se ky vend nuk po lulëzon, ky vend po lulëzon vetëm për një grusht të saktuar. Dhe ky është problemi, pra që po lulëzon vetëm për pak veta dhe për shumicën nuk po lulëzon. Domethënë kjo është këtë e tregojnë dhënat. Do të thotë statistika nuk është çështje. Jo, po lulëzimi shkon tek disa individ. Matematika dhe statistika duam ne janë dalin shifrat dhe ato që dalin. Që nuk mund të bëjmë sikur si shohem. Mbi të gjitha unë jam politikan këtë pikë, kështu që nuk e kam problem. Prandaj e parashtrova edhe për të kuptuar. Ne kemi një lulëzim të ekonomisë tonë këto 35 vite, nëse do e marrim 35 vite, padyshim me ndryshime të jashtëzakonshme. Problemi është që nuk kanë shkuar për shumicën e popullatës, nuk ka qenë përfitues shumica e popullatës. Për të përgjigjur pyetjes, është një kombinim të dy faktorëve. Nga njëra anë, vërtet, profesionistët e mirë në Shqipëri, pjesa më e mirë e tyre nuk jetojnë më në Shqipëri, po jetojnë në vende të tjera, qoftë në kontinentin tonë, qoftë në kontinent tjetër. Ka disa prej tyre që kanë shkuar deri në Japoninë e largët. Mund gjesh profesionistë shqiptar shumë mirë. Së në Amerikë dhe në Evropë, padyshim. Dhe nga ana tjetër, është një kombinim i politikave afatshkurtra, pra gjithmonë deri më sot politikat përgjithsisht kanë qenë politika të mandatit, të bëra në politikanë, dhe unë e kuptoj logjikën, një në fundit një politikan, një minister, një deputet, edhe kryeministër mendon me mandate, sepse do duhet her mbas here të dali para popullit marrë votën. Unë mendoj që ka ardhur, në fakt ishte pardje, koha kur ne të gjitha krahët politike dhe gjithë vendi duhet binte dakord për disa politika zhvillimore ekonomike bazë me kohëra minimumi 10 vjeçare, në mos 20-30 vjeçare, ku duam ta shohim Shqipërinë mbas 15-20 viteve. Dhe pastaj partitë politike le të konkurrojnë me njëra tjetrën